Isaku, normal që Jakovic ishte nipi i tij apo. Isaku donte të shkonte, po ta lexosh në Zanafilla 26, donte të shkonte në Egjipt. Dhe ati i tha, mësandaj tha, Birim tha, unë e di që mishi tënd me para prosperitetin e Egjipt, sepse këtu ke satësirë, tha, nuk ishte një uribuke, por tha, mos shko për te që shikon syri tënd, po qëndro këtu, sepse unë do të bekoj. Përse? Për shkak, thot, sepse babai tënd, thot, Avrahami, ishte besnik ndaj beslidhjes time, duke ecur në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e mia. Si rezultat i ecjes tonë, gëzojnë dhe trashëgojnë fëmijët tanë. Ndoshta ti ke fëmijë që nuk janë akoma në besim, por ti do kesh në këtë rast të filluar rrugën e mirë, dhe ati do dëgjoj lutjen tënde që do veprojë në zemrat e tyre, ti kthej zemrat e tyre ndaj Mesias në urdhrimet e tij. Sepse ti ke vendosur në zemrën tënde të nderosh gjakun e beslidhjes së tij. Dhe jo sepse do dalim në për makina, apo dalim në për prosperitete, apo dalim në për foto, që janë alarmante sot që benin në Tiranë, vinin pastor nga jashtë, dhe dalim asandaj dhe bëjmë që atë dhe pallati sportit, pastaj po të vëmë që zjarrat në ekran dhe jemi fryma e fallit, fryma e vdekjes, feja paqes. Dhe njerëzit i ndjekin këto gjëra. Normal që do t'i ndjekin, sepse kur nuk ke shkrimin për veten tënde, do të rriqesh me çdo erë doktrine që të mësojnë të tjerët. Ndërkohë ati thot, më ndiq mua, thot. Ndiq Mesian e vërtetë, jo atë katolikun. Ai katoliku ka anulluar çdo gjë tjetër, kurse ai miri, i vërtetë, i drejti, që nuk ka ndryshuar, ecën në urdhrimet në ligjin e Atit.